Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka njoftuar se komisioni me ekspertë të huaj, që ka shqyrtuar rastet e dyshimta të operacioneve të panevojshme ose të udhëzimeve për operime, ka konstatuar gjetje të dyshimta në 9 nga gjithsej 13 të lëndë të analizuara. Sipas Aliut, bëhet fjalë për raste që lidhen me ndërhyrje kardiokirurgjike, për të cilat ekzistojnë dyshime për nevojën reale të kryerjes së operacioneve ose për mënyrën e referimit të pacientëve për trajtim kirurgjik. Për 9 pacientë të tjerë, sipas ekspertëve të huaj, po citoj, thot kështu: dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mos përputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas së cilit ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale. Ministri Aliu njoftoi se rastet e njëjta janë konstatuar edhe nga Komisioni i Brendshëm. Komisioni i Brendshëm vendor mbajti 16 takime gjatë kësaj periudhe, që shqyrtoi në mënyrë të detajuar 20 raste, prej të cilave raste 13 u konstatuan dyshime për operacione të kryera pa nevojë ose për udhëzim të panevojshëm për operacion. Aliu tha se komisioni i huaj përbëhen nga Dr. Ugolini Livi, kardiokirurg nga Italia, Dr. Nikola Lakić, kirurg kardiovaskular nga Slovenia dhe Dr. Miha Čerček, kardiolog intervenues nga Slovenia. Ministri i Shëndetësisë tha se raporti i komisionit të huaj, së bashku me raportin e komisionit vendas, do t'i dorëzojnë qeverisë, prokurorisë, ODS, mjekëve, Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor, Fondit Shëndetësor dhe Komisionit për Parandalim të Korrupsionit, ndërsa paralajmëroi se institucionet kompetente do të vazhdojnë me procedurat dhe shqyrtimin e rasteve, ndërsa opinioni do të informohet për të gjitha gjetjet dhe masat që do të ndërmerren.